Dashur bashkëqytetar e bashkëqytetare kudo ku jeni. Ja dhe një vit tjetër mbriti tek dera për dalë, duke lënë Shqipërinë më lart se në ditën kur hyri. Gjatë rrugëtimit të këtij viti, shumica prej jush në Shqipëri, Europë, gjetë nëpër botë, e bekoi përpjekjen e përbashkët dekadës fundit, duke i dhënë qeverisë sonë fuqinë e jashtëzakonshme të 83 mandateve. Faleminderit edhe një herë nga unë sot për atë fuqi me të cilën faljush unë dhe të zgjedhurit tuaj do të bëjmë për Shqipërinë në 4 vitet e ardhshme gjithçka duhet që ta ngrejmë flamurin ton kombëtar në oborrin e shtëpisë Bashkimit Evropian. Në një dekadë kemi bërë çfarë nuk imagjinohej kur nisi numërimi i viteve tona në qeverisi. Kemi bërë realitet një Shqipëri tjetër, ku këtë vit u mblodhën krejt udhëheqësit e Europës Demokratike, nga Parisi në Ankara dhe nga Kievi në Londër, për diskutuar të nesërmen e kontinentit tonë. Një Shqipëri tjetër, ku për 18 muaj do të mblidhen të gjithë udhëheqësit e NATO-s për samitin vjetor të Aleancës, që plot vendet tjera, të cilat kanë hyrë në NATO kohë përpara nesh, ende se kanë pasur privilegjin ta mikpresin. Një Shqipëri tjetër, e cila ndryshe nga jo shumë vite më parë, nuk ja ul më kokën asnjë shqiptari kur del jashtë kufive të saj, prej ku tani më vërshojnë drejt këtij vendi miliona e miliona turistë. Një Shqipëri tjetër, më e prekshme se kur në çdo skaj të saj, me Dibrën e kthyer në zgjatim Tiranës fal rrugës Arbrit, me Vermoshin, Thethin dhe Valbonën të kthyer në destinacione turistike, fal kthimit të shtigjeve të vjetra të dhive në akse me standarde evropiane, me Shkodrën e rilindur fal kthimit të shpresës dhe rikthimit të turizmit si burim ekonomie i tharë qysh prej viteve 30, me Lezhën, Beratin, Korçën, Pogradecin, Gjirokastrën, Përmetin, Tepelenën, Kolonjën e me radhë, të kthyer në qytetet rilindura dhe fshatra rrotulltyre ku vejvin njerëz nga Shqipëria dhe mbar botë, dhe hapen për t'i mikpritur dyer pas dyersh pas dyersh. Dhe ku numrat e turistëve kanë arritur në shifra që nuk imagjinoheshin kur nisi kjo dekadë. Me luginën e lumit Vlorës të kthyer në një aks panoramik i Shqipërisë tjetër, ku të tjera akse të reja, autostradash, rrugësh, tunelesh të hapur në veri e në jug, me standarde europiane e ritëm të pandalur gjatë tyre viteve, i kanë dhënë kësaj Shqipërie, jo thjesht infrastrukturë më të mirë, po energjinë ripërtritëse të një vendi në ngjitje të vazhdueshme. Të gjithë në transformim që vazhdon dhe të vazhdoj pa ndalim me kantieret hapura e projektet reja, drejt Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian nuk e solli koha, siç thon disa, nuk e solën as alienët apo bandat siç bërtasin disa të fantaksur të tjerë, po e solli forca jonë qeverisëse, besimi juaj tek ne dhe besimi ynë i përbashkët tek Shqipëria. E solli puna paorare mira e mira njerëzve, e ministrisë, agjencive shtetërore dhe kompanive private. Përpjekja e madhe në shumë fronte dhe betejës për Shqipërinë Evropiane, ku tmetat, dobësitë, gabimet, apo edhe rrëshqitjet ose mëkatet disave brenda nesh nuk e zvoglojnë dot kurrësi për masën historike të një transformimi të tillë. Kjo është një Shqipëri tjetër. Edhe fal kthimit infrastrukturës digjitale nga një dorë kioskash me internet në një shtyllë qeverisëse me maturitet lartë, siç e vlerësojnë organizmat më prestigjioz ndërkombëtar të fushës. Një Shqipëri që 3 vitet e fundit kanë gjitur plot 54 vende duke u renditur e 14-a, ndër 197 vende të botës për qeverisjen digjitale dhe duke vendosur në dispozicion të qytetarëve një platformë shërbimesh publike në kohë reale, falas nga çdo cep i globit. E-Albania u ka kursyer shqiptarëve 620 milionë euro dhe 7500 vjet radha nëpër sportele, ose e thënë ndryshe një radhë të gjatë sa 25.000 rrotullime rreth tokës. Kjo është një Shqipëri tjetër, e cila pas sulmit terrorist kibernetik mbi pikërisht këtë infrastrukturë moderne digjitale, ngriti një nga muret më të fortë mbrojtjes kibernetike në Europë, ku deri më sot kanë dështuar të gjitha sulmet e vazhdueshme që kanë ardhur e vazhdojnë të vinë më pas,
e askush nuk flet për to. Një Shqipëri tjetër, e shërbyer në këto vite transformimi me dijen dhe përkushtimin e skuadrave të Akshit dhe të Akceskut, ku vajza dhe djemt talentuar e kanë rritur vit pas viti aftësinë e këtij shteti për të shërbyer njerëzve dhe vendit, duke bërë Shqipërinë një histori suksesi edhe ndërkombëtarisht. Kjo është një Shqipëri tjetër e dalë nga errësirat kronike të ikjes dritave, fal vizionit, projekteve dhe punës këmbgulse, të mbështetur nga investimet vazhdueshme që kanë transformuar krejt panoramën e sektorit, duke rritur kapacitetet prodhuese, diversifikuar burimet e energjisë rinovueshme, ulur çmimin për konsumatorët familjar dhe duke ngjitur vit pas viti drejt marrjes së sovranitetit energjetik, të cilën dha mbrim brenda këtij mandati për të mos harxhuar më asnjë qindark për të importuar energji nga jashtë. Kjo Shqipëri tjetër nuk ka asnjë lidhje me Shqipërinë e piknisjes kësaj dekade, kur ishim të shpërfillurit e damkosur të Europës. Ky vit mbyllet për Shqipërinë jo vetëm me negociatat e antarësimit të hapura në çdo kapitull, por edhe me ngjitjen e Shqipërisë në pozicionin e të ashtu quajturit front runner, pararendës i procesit të integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. As këtë rezultat shëmbullor, fantastik për emrin e vendit ton dhe për dinjitetin e kombit ton nuk e solli koha, por përkushtimi i ekipit kombëtar të negociatave dhe dija, puna, këmbgulja e më shumë se 1000 patriotëve publik në ministrit dhe në institucionet e pavarura të shtetit shqiptar. Dekada e fundit ka qenë për Shqipërinë dhe shqiptarët një kohë me një shpejtësi të re shqiptare, një përpjekje e madhe për të fituar kohën e humbur të një tranzicioni të qartur, përplasjesh me muret e prapambetjes, një projekt kombëtar reformash transformuese për të hapur rrugën e të vërtetës sonë si popull evropian, që meriton të ulet në sofrën e përbashkët evropiane. Nuk është sot gjikundi koha për një nga ato fjalimet e mia të gjata. Ky është momenti për mua që t'ju siguroj se kohën e re të Shqipërisë nuk e kthen dot më mbrapsh askush. Dhe se më e mira është e gjitha përpara për Shqipërinë dhe shqiptarët. Që t'ju garantoj se viti i ardhshëm me ata pas tij do të sjellin dhe më shumë frute sa ka sjellë deri sot puna transformuese e kësaj dekade, dhe që t'ju uroj gëzuar kudo ku jeni, me këdo që keni pranë dhe me shëndet e mbarësi në vitin që po hyn në derë. Gëzuar.